Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar së bashku dhe për të analizuar lojën në shtëpinë e Big Brotherit, dinamika që po ndodhin, afrimitetet, por edhe largësit. Nata e djeshme ka qenë një natë debatesh edhe diskutimesh, ku në pa vuri marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos. Tani, kaq të ftohtë, me thënë të drejtën, Mateon nuk e kisha parë asnjëherë kundërdrejt Brikenës. Në shikim të parë, mendoja që po shoh hasmit më të mëdha. Do të thënë, ky konkluzion mu ndërtua në kokën time, ky mendim mu ndërtua në kokën time. Por përsëri kishte një shpresë brenda vetes time që më thonte që Tiron, pa marrë parasysh se çfarë po ndodh, këto të dy e dashurojnë jashtëzakonisht njëri tjetrin. Dhe sinqerisht doja t'i besoj kësaj gjëje. Dita e sotme nisi një ditë shumë pozitive në një farë mënyre për Mateon. Tani, pa marrë parasysh se çfarë ndodhi gjatë prajmit, pa marrë parasysh qëndrimeve të Mateos gjatë javës në shtëpinë e Big Brotherit, Mateo vendosi sot që të sqarohet me Brikenën, do të thënë që ta thyen këtë akullin e urrëties, të inatit, të hidhërimit, sepse urrëtia nuk mund të ketë në atë mes, nga që ka dashuri, ka emocion, por ta thyej atë akullin që të jetë me Brikenën përsëri siç ka qenë. Por Brikena është jashtëzakonisht e prerë në karakterin e saj, saqë në asnjë mënyrë nuk e toleronte Mateon që t'i afrohet. Do të thënë, e prerë në bashkëkomunikimin që do ketë me Mateon. Kontradiktore, dua ta them, do të thoni pse? Sepse natën e mbrëmshme gjatë gjithë kohës nuk e la Mateon të flet, nuk e la Arbërin të flet, fliste vetëm ajo dhe dëshironte që t'i thot Mateos që ti je fajtori dhe ti nuk më ke ardhur mua nga mbrapa, edhe pse në fakt në video pam krejtësisht tjetër gjë. Okej, Mateo e mori fajin përsipër dhe veproi si një djalë gentil, i cili do të shkon të bisedon me një vajzën, të qetësohet me një vajzën dhe të vazhdon marrëdhënia ashtu siç ka qenë edhe më herët. Por jo, çuditërisht Brikena nuk bie dakord në asnjë mënyrë që Mateo, do të thënë, të flet me të, sepse Brikena mban inate të ditëve të kaluara. Unë kam qenë keq, unë kam qenë duke qartë, ti nuk më ke respektuar, ti nuk ke ardhur, ti nuk më ke nderuar dhe me patjetër unë do të mbaj inate dhe mlef. Tani, unë e shoh këtë gjën te Brikena, do të thënë e shoh që është shumë kokfort dhe mendoj që me këtë kokfortësinë Brikena do të vazhdon kështu brenda kësaj shtëpie, derisa nuk e toleroj veten, do të thënë sot, që të qartëson marrëdhënien me Mateon, që të qartëson ndjesinë e saj, mendoj që edhe në ditët në vazhdim do ta vazhdon kështu. Tani, mua nuk më duket, me thënë drejtën, fajtor Mateo, deri në faktin që Mateo erdhi, t'i lutet që të bisedojnë të dy së bashku dhe ta nisin ditën me pozitivitet, jo ta nisin ditën me hidhërime. Unë mendoj që Brikena kishte patur nevojë t'i thot ato fjalët që i tha mbrëm, kishte patur nevojë ta godet Mateon ashtu siç e goditi mbrëm ajo, dhe tani ajo është e liruar emocionalisht, është e liruar shpirtërisht dhe ka nevojë tani të ri vetëm, të luaj vetëm, të kënaqet edhe të argëtohet brenda asaj shtëpie. Unë mendoj që kjo nuk është dashuri. Nuk është as edhe pëlqim. Sepse kur ti ke pëlqim për një djalë, kur ti ke simpati për një djalë, apo qof një djalë për ty, edhe pse ne e dim që Mateo është ai Mateo i përgjërueshmi, ai Mateo që vjen edhe lutën, ai Mateo që bën surpriza madhore, ai Mateo që ndjen emocion, pa marrë parasysh se çfarë të ndodh, edhe ai njeri është në fund të ditës, edhe Mateo mund të bëj gabime, nuk mundemi ta vëmë para aktit të kryer. Unë mendoj që femra, në këtë rast Brikena, duhet të lëshoj pak më shumë pemë, do të thënë duhet të jetë pak më e hapur, duhet të pranoj pak edhe gabimet e tjetrit, jo vetëm të shikoj favoret e vetes së saj. Unë këtu shoh Brikenën
në favoret e vetes së saj. Dhe një marrëdhënie që sot duhet të nisën me përqafime, me ledhatime, domethënë hidhërime t'i lënë të kaluarën, mbrëm patën mundësinë që të sqarohen dhe mendoj që arritën që të sqarohen dhe Matteo e kuptoi në fund që ai mbeti fajtori, por gjithsesi Brikena, siç duket, vazhdon me koklartësinë e saj dhe me egon e saj. Pas ngjarjes së sotme që ndodhi që Matteo shkon në dhomën e Grimit për të biseduar me Brikenën, mundohet që t'i afrohet ndërsa Brikena e injoron, Brikena i bërtet që mos ma thirr emrin, mos ma hajde këtu, sepse ajo është e mërzitur me të, do me thënë i ka mbetur hatri, pse Matteo nuk ka shkuar. Pas këtyre reagimeve, unë mendoj që Matteo në qoftë se do të afrohet me Brikenën, do të afrohet vetëm për impaktin e televizionit. Me thënë vetëm për faktin që janë në një televizion dhe të mos ta nxjerrë keq atë. Se sinqerisht, do me thënë, për mënyrën se si Brikena sillet kundër drejt Mateos, mua më duket një diçka e shëmtuar, një diçka e tmerrshme dhe një diçka që një vajzë, do me thënë, kur dashuron, dashuron. Dhe ajo nuk merret me faktin që më lëndoi pardje, më lëndoi para 3-4 ditësh, më lëndoi sot dhe do të më lëndon gjithmonë. Do me thënë, ajo fal edhe vazhdon përpara se në fund të ditës Matteo nuk i bëri gjë. Do me thënë, Matteo i shkoi nga mbrapa, e luti me ditë të tëra, Brikena nuk dëshiron të flet me të. Do me thënë, shumë së shumti një Briken të lazdruar se sa një Briken të dashuruar. Do me thënë, Brikena përpara ka nxjerrë lazdrimet e saj, teket e saj, hatërmbetjet e saj, nuk e ka mendjen tek ndjesitë emocionale, tek ndjesitë shpirtërore, që ajo në këtë rast po kalon me Matteo. Do me thënë, shoh një Briken e cila ka të më së shumti ka interesin e saj se çfarë po më thot Matteo, sa inate do të mbaj me Matteon, si do të shkon marrëdhënia me Matteon. A do tenton më Matteo të pajtohen? Mendoj që do tenton edhe një herë, Brikena përsëri do ta injoron dhe do të vazhdojnë me këtë injorimin. Ndoshta edhe Brikena nuk dëshiron më të jetë me Matteon, nuk e ndjen Matteon dhe në këtë formë, në këtë mënyrë, ajo ka përzgjedh që të mbyll këtë kapitullin të dashurisë së saj, të mbyll këtë kapitullin të këtyre gjërave dhe të vazhdon drejt Big Brotherit e vetme. Ndoshta e vetme më së shumti e ndjen veten të rëndësishme, sepse një femër që ka pëlqimin edhe që e ndjen një mashkullin, nuk mund ta maltreton një mashkullin ka 2 javë kështu, sepse ti ke hatërmbetjet e tua dhe ke hidhërimet dhe inatet e tua. Unë mendoj që Matteo do të shkon drejt një vendimi që do të shkatron këtë raportin, sepse Matteo nuk dëgjoi banorët, Matteo dëgjoi opinionistët për raportin e tyre, por Brikena siç duket nuk lëshon pe në asnjë mënyrë në këtë marrëdhënie.